Unë e di që do të më gjikosh, të gjithë bejnë e kete, por unë nuk dua me të mbaj dot sekret. Dua ta tregoj diku, të dikujt, edhe pse nuk do të them kur emrin tim, le të me cuash Dora. Dhe kjo është historia ime, me pllakun në katin e dyte. Gjithka filloi një verë. Unë isha 22 vjeç, sapo isha kthyer nga universiteti, e mbushur me ëndra dhe me pak para në xhep. Baba im kishte vdekur 2 vjet me pare dhe nena punonte në 2 punë për të mbajtur shtëpine. Ne jetonim në një pallat të vjetër të lagjes, ku ashensori nuk punonte kur dhe ngjyra e murit duke i si e qara. Për të ndihmuar, vendosa të merja përsipër pastrimin e shkalleve të pallatit. Një punë e vogël, 50.000 lekë të vjetra në muaj, por për mua ishin një flyme. Plaku i katit e dyte quhej Gjergji, të gjithë e thërisnin Xhaxha Gjergji. Ishte 78 vjeç, i gjatë dhe i thate, me sytë e përthyer pas syzeve me trar të trash. Është i vetmuar, thoshte nena. Gruaja i vdiq 10 vjet me pare dhe bitë jetonin jashtë. Ai nuk del pothuajse kur nga shtëpia. E shija ndonjëherë në balkon, duke pirë kafe dhe duke lexuar gazetat e vjetra, sikur koha për të kishte ndaluar në një tjetër shekull. Kur fillova të pastroj shkallet, ai ishte personi i vetëm që më jepte një gotë uje të ftohte pa e kërkuar. Dora, bir, me thoshte me zete dobet. Pusho pak se ky djel të raskapit. Ishte i sjellshëm, ndryshe nga banoret e tjere që me linin të kaloj me kovën dhe leckën pa me hedhur asnjë vështrim. Një dite, muajin e dytë të punës, zilera. Ishte ai. Me kërkoj të hyja brenda. Kur hapa deren, me priti e ra e lagësht dhe e mbyllur. Perdja e dritares ishte gjysmë e tërhequr dhe pluhuri kërcente në rrezet e diellit. Të lutem, Dora, tha. Me ndeze një cigare, Dora nuk me dorezohet me. Pash duart e tij. Ishin të dridhura, me damare të dalla si rrenjët pemësh në toke. Nuk ishte njeri që t'i ndeste një cigare. Po, i thash. Ajo cigare e holle, me erë barishtesh, u ndez si një zjar i vogël në buzët e tij të thata. Për pak qaste, sytë e tij u ndalen tek unë, dhe pash një drite. Jo drite seksuale, por një lloj urie. Uria e një njeriu që ka haruar të preket. Atë dite, pa dashje, qëndrova me të rreth 20 minuta. Me tregoj fotografitë e gruas, që ishte e bukur, me floket e zeza dhe sytë e mdhenj. Ajo me donte shumë, pëshpëriti. Tani jam vetëm. Pastaj, diku në fillim të vjeshtës, ndodhi gjëja që ndryshoi rregullat. Një mbrëmje me shi, ndallova para derës së tij për t'i lënë një qese me mollë që nena me kishte dërguar. Ai e hapi derën dhe me pyeti. Do të hysh? Prita të ftohesh pak. Hodha një vështrim për brenda. Divani i vjetër prej kadifeje, tavolina prej druri, dhe një TV i vogël që tregonte ndonjë kanal të huaj. Pash një koltuk në qep, me një jastëk me lulet e qëndisura. Dhe mbrapa tij një raft librash të lidhur me kordele. Ulla. Ai me ofroi llokume. Pastaj, pa ndonjë parathënie, me kapi dorën. Jo si shok, por si një njeri që kërkon një ankorim. Dora, tha me një zë që mezi dëgjohej. A mund të bësh një gjë për mua? Zemra ime rahu me shpejt. Sfare gjë, pyeta, duke u përpjekur të mbaja qetësinë. Të lutem, tha, ullu ketu, në koltuk. Une do të ulem në dysheme për ballet teje. Thjesht, mbaje dorën mbi kokën time. Nuk dua të them më shumë. Nuk e di pse e bëra. Ndoshta nga keqardhja. Ndoshta nga kurioziteti. Ndoshta sepse në 22 vjeç ti mendon se i kupton të gjitha, por në fakt nuk kupton asgjë. Ai u ull në dysheme, duke u mbështetur në këmbët e mia të dobta, dhe unë vendosa pëllëmbën time në majet e kokës së tij, të mbulluar me floket e ralla gri. Dhe pastaj mbylli syte. Ai filloi të merrte frymë thelle. Dhe pastaj, pa lëvizur, pa folur, pa pere asnjë lloj kontakti trupor për te i kësaj dore, unë e pash si trupi i tij dridhej lehtë. Nuk ishte një dridhje normale, ishte një lloj lirimi. Sikur aty, në atë prekje të fjeshte, po i ndofte dika.
Buzët ju hapen pak dhe nga gjoksi I tij doli një pëshërtime e gjate, e thellë, sikur po çlironte një peshë që kish mbartur për vite. Unë qëndrova e ngrirë. E ndjeja ngrohtësinë e kokës së tij në mpëllëmbën time. E ndjeja si frymëmarrja e tij behej me e shkurtër, me e dridhur. Pastaj, pa asnjë paralajmërim, ai uli kokën dhe e preku me ballë gjurin tim. Një prekje e lehtë, si pend. Dhe unë ndjeva të gjithë peshën e tij të moshuar mbi mua. Ai qëndroi ashtu për rreth 30 sekonda. Pastaj u ngrit. Nuk më shikoi. Veshi syze, mori një cigare. Faleminderit, Dora, tha. Mund të ikesh tani. Dolla nga shtëpia e tij me këmbë që me zimbanin. Isha e hutuar. Nuk kisha pare kurrë një plak të behejtile. Por nuk ndjeva neveri, ndjeva kuriozitet. Dhe pak na pak, një ndjenje që nuk dija si ta emërtoja. Ditët vijuan. Fillova të gjeja pretekste për të ecur në shkale. Donjëherë me thëriste për të ndezur një cigare. Herë të tjera për t'i lecuar një letër nga I biri. Por me shpesh për një arsye që nuk e thoshte me zë, por që e kuptoja nga sytë e tij. Gjedite ai me ta. Sot, Dora, do të doja të rrije pak me gjate. Hira. Një pasdite vjeshte me erë. Dritarja ishte e hapur dhe perdja valevite. Ai qëndronte në kembe, përballë meje. Une jam plak, tha. Dhe nuk kam prekur një grua për 10 vjet. Nuk kam ndjer një trup të ngrohte përveç të sëmurve në spital. Por ty, Dora, ty te kam përballe dhe ti je si një pjesë e një kohe që une e kam humbur. Pastaj, ai bekoi një hap drejt meje. Dhe pa folur, mori dorën time dhe e vendosi në kraharorin e tij, në pjesën e majte, mbi zemër. Ndjeje, tha. Eshte dobet, por re. Dhe pastaj, hap pas hapi, ai me uli në divan. Jo si një grabitçar, por si një njeri që ka frikë nga vetja. Ai u shtri në jastëk dhe me kërkoi të ulesha pranë tij, por jo të shtrire, të ulur. Vendose dorën, tha, në brez, aty ku vesh rripin. Këtë herë nuk ishte koka, ishte një pjesë tjetër e trupit, por jo ajo që ju mendoni, ishte barku. Pjesa ku me shkujt e moshuar e mbajnë djamin. Ai donte çune ta prekja aty. Sa e preka, ai mbylli syte. Nuk lëvizzi. Por goja e tij u hap, dhe për ndërkohë, unë ndjeva si I gjithë trupi I tij u tkur, sa për një moment. Ishte një val, sikur ai të kishte një organ misterioz aty, që unë, pa e pare, po e stimuloja me ngrohtësinë e pëllëmbës time. Frymëmarrja e tij u forcua. Këmbët I dridheshin lehtë në batanie, dhe pastaj, pa e prekur askund tjetër, ai arriti kulmin. Po, e di si duket. Një plak 78 vjeç, duke përjetuar kulmin nga një prekje në bark. Nga një dore e vendosur në një vend ku s'ka asgjë erotike. Por për te, ishte dora ime. Ishte ndjesia e një gruaje prane. Ishte pamja e flokëve të mi të shprishur, era e parfumit tim të lire. Zërim kur I thoja qetësohu, Xhaxha. Pas asaj dite, u bë ritual. Çdo të marte dhe të enjte, pas pastrimit të shkalleve, unë hyja tek ai. Ai shtrihej në divan. Unë ulesha prane, dhe me një prekje të thjeshte. Donjëherë në krah, donjëherë në qafe, donjëherë në pjesën e pasme të gjurit. Ai përjetonte atë çlirim. Dhe une, pa e prekur atë si burre, po jepja një nga një të gjitha ndjesite që trupi I tij I moshuar nuk I kishte pasur me. Çdo herë ishte ndryshe. Donjëherë zgjaste 2 minuta, donjëherë 5. Ai nuk me prekte mua kurrë, asnjëherë. Nuk me kishte ngritur asnjëherë dorën, nuk me kishte puqur, nuk me kishte përqafuar. Vetëm ajo prekje e imja, si një qelës I vogël që hapte një derë të mbyllur prej vitesh. Një dite, pas 3 muajsh, nuk e bëri. Më thiri dhe me tha, Dora, une jam I lodhur, plaku s'ka me energji, por dua të them diçka. Ti me ke dhënë me shumë se gjithë fëmijët e mi bashke. Ti me ke bere të ndihem bure, pa me prekur si bure. Ti e kuptove që une isha I uritur, por jo për mish. Isha I uritur për një prekje që të me kujtonte se jam gjalle. Çava atë dite. Jo nga trishtimi, por nga lirimi.
sepse e kuptova diçka. Ne të gjithë kemi nevoje për një dora. Dike që të preke jo ku do ti, por ku të duhet. Sot, plaku është ende gjalle. Une jam 24 vjec dhe ende pastroj shkalet. Por tani, kur hyj tek ai, nuk e bej me për 50.000 lek. E bej sepse e di që kur vendos dorën time mbi barkun e tij, ai ma kenaq zogun. Dhe është një kenaqësi që nuk ka lidhje me mishin. Është kenaqësia e dhënjes, e të qenit e nevojshme. Është kenaqësia kur ti, duke prekur një plak, ndjen se e duke prekur shpirtin e tij të zhveshur. Dhe kur ai mbyll sytë dhe pshertin, unë ndjej një val ngrohtësie që me përfshin të gjithë. Një lloj orgazme e shpirtit. Një kenaqësi që nuk ka emër. Por që unë, Dora, e mbaj si sekretin tim me të bukur. Dhe ju që po lexoni, mos më gjykoni. Sepse nuk e dini sa bukur është të dish që një prekje e thjeshte mund t'i ktheje jetën e ndikujt. Edhe nëse kjo prekje nuk është ajo që duket.